Një incident elektoral është regjistruar pranë zyrës së kandidatës së PD në qarkun Shkodër, Senada Mehmeti. Policia bashkake ka tentuar të mbyllë këtë zyrë, por ka gjetur kundërshtimin e kandidatës Mehmeti. Shkretësa ka ardhur në bazë të një vendimi të KQZ, por Mehmeti thosë se kjo është një reprezalje politike në prag të mbylljes së fushatës dhe se vendimi vjen pa parë lajmërim në përpjekje për friksim. Reprezalje politike në prag të mbylljes së fushatës. Pas urreve të narkoshtetit të Edi Ramës dhe pushtetit lokal të Benet Becit, stenda ime si kandidate e Partisë Demokratike u hoq në mënyrë arbitrare, në shkelje flagrante të çdo rregulli e moralit demokratik. Sot, shteti diktatorial nuk u ndal. Zyrtarët e bashkisë dhe strukturave të tjera u paraqiten pa paralajmërim në zyrën time elektorale, vetëm një ditë para përfundimit të fushatës, në përpjekje të qartë për presion dhe friksim. Ndërkohë, zyra e PS-s është vetëm disa hapa më tej. Kjo nuk është garë politike, është dhunë për qytetarët e opozitës që duan ndryshimin. Por të jeni të sigurt, kjo nuk na tremb, përkundrazi na forcon. Mehmeti shkoi pranë një zyre të PS, disa metra me tutje, ku tha se është e paprekur. Për Mehmetin kjo është një dhundë e opozitës dhe qytetarëve që duan ndryshim. Ndërkohë, disa metra më tej është zyra e Partisë Socialiste e paprekur. Kjo nuk është garë politike, është dhunë institucionale ndaj opozitës dhe qytetarëve që duan ndryshim. Por të jeni të sigurt, kjo nuk na tremb, përkundrazi na forcon. Së bashku drejt fitores së sigurt.